Nesër në kryeqytetin e Kosovës do të mbahet një protestë kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike, e cila është kundërshtuar edhe nga presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ndërkohë ekipin ka siguruar sot opinionet e disa çuditërve, të cilët e kanë vlerësuar këtë protestë si të nevojshme dhe kanë shprehur shpresën se ajo do të jetë efektive. Është të ushtretuar shumë rrymë, e populli nuk kanë. Është shumë vështirë me përballu. Me pagu me shtrenjt, është zërë për rezultat, po provë më mujtë, me në ndalu si mos mu shtretu. Rryma me të vërtet, po do me shku shumë naltë. Për neve është pa përballueshme. Na misi i kemi gjënat ushqimore, shtrenjt, rrymën e ku ta diem më na bodhe rryma tash, por testë shumë sa më i madh, aq më mirë është. Veç një vit pas vendimit të zyrës së rregullatorit për energji për rritjen e çmimit të energjisë elektrike me 16%, KESKU ka paraqitur një kërkesë të re për shtritim të rrymës, këtë herë në mas rreth 21%. Ndërkohë, Presidenca e Republikës së Kosovës ka njoftuar se edhe këtë vit do të mbajë qëndrim kundërshtues ndaj çdo rritjeje të mundshme të tarifave, duke theksuar se do t'i dërgojë komente të saj sapo të hapet thirrja publike.